Miqos, por jemi zinxhir. Domethënë nëse doktor Miço paraqiti shumë mirë situatën për fëmijët, kur të gjithë duhet ta kuptojnë që kjo reformë nuk ka të bëjë me fëmijët apo me të rriturit. Kjo është një reformë që unë përmenda desha të shtoj që fëmijët të dinë gjithmonë. Fëmijët janë një kontingjent i cili gjithkohon do jetë falës. Sistemi i referimit nuk është pengesë vizite. Sistemi i referimit është gjithkushi të bëjë punën e vet ashtu siç duhet ta bëjë. Dhe në vazhdim të këtyre të fëmijëve, vim te pjesa që takon pjesa e të rriturit, që është pjesa më delikate. Jo për nga rëndësia shëndetësore, për nga rëndësia e zbatimit të sistemit të referimit. Unë kur fola në fjalinë e parë që thash shqiptar, përmenda fjalën e thellë dhe e gjerë. E gjerë sepse kisha parasysh që fillon nga mjeku familjes dhe përfundon deri tek spitalet universitare. E thellë kisha parasysh jo një pikë. Kjo që po flasim ne sot dhe që është shumë e rëndësishme është sistemi i referimit. Por reforma në sistemin spitalor, sistemi i referimit e ka një krah. Mos harrojmë që ne po bën disa muaj, por këtë janar ne kemi hyrë, hym në atë që quhet financim nga Instituti i Sigurimit të Kujdesit Shëndetësor. Deri më sot, spitalet shqiptare i ka mbështetur Ministria e Shëndetësisë. Tani e mbrapa, spitalet shqiptare hyn në skemën e re të mbulimit financiar që është e lidhur drejt për drejt me Institutin e Sigurimit. Domethënë, me atë mëm të mbulimit të kujdesit shëndetësor që është dhe parësori. Pra neve dashje pa dashje, një reformë e nisur 2-3 vjet më përpara vazhdohet me ne me të njëjtin kupol, me Institutin e Sigurimit të Kujdesit Shëndetësor. Ndërsa ministria ngelet në kuadrin e projekteve, në kuadrin e investimeve të mëdha, të projekteve, të planifikimeve të mëdha shëndetësore. Çfarë po ndodh mbas këtij urdhri të Ministrit të Shëndetësisë? Me të vërtetë, domethënë ne që punojmë dhe në sistemin spitalor dhe në sistemin ambulator, që është poliklinika, kemi konstatuar frutet e para të kësaj urdhërese. Frutet e para të cilat jo se rëndojnë popullatën. Të gjithë njerëzit duhet na mirë kuptojnë. Nuk jemi ne ata që detyrojmë njerëzit të paguajnë parat. Janë njerëzit që duhet kuptojnë që duhet të sigurojnë shëndetin e tyre me qëllim që nëpërmjet të kontributit të gjithëve në drejtim të sigurimit të shëndetit. Do ketë më shumë para për sistemin shëndetësor, do ketë më shumë para për sistemin kirurgjikal brenda sistemit shëndetësor, do ketë më shumë para për shërbimin pediatrik që dim në gjithë sa kërkon, do ketë më shumë para dhe buxhet për pagat e kësaj gjenerate të shoqërisë sonë, e cila sakrifikon pjesë të tëra të jetës vet në shërbim të njerëzve. Doktor Miço dhe doktor Fatosi kanë shumë vjet që punojnë. Po të bëjnë një hesab të vogël se sa pjesë të jetës tyre kanë lënë spitaleve, të gjithë njerëzit habiten. Pra, çdo të thotë kjo, sigurohemi të gjithë dhe detyrueshme për të siguruar të gjithë, të paktën për shëndetin, sepse ne të gjithë sigurojmë makina. Dhe po të pyesim pse nga ne sigurojmë shëndetin. Absolutisht pak. Dhe çfarë ka ndodhur? Në poliklinika po rritet ose po ndryshon shumë raporti i njerëzve që vinë me libër dhe me rekomandim përkundrejt njerëzve që vinë pa libër dhe pa rekomandim. Kam një brenda 2-3 javë, po shikojmë një përmirësim të raportit në favor të rekomandimeve edhe në favor të librezave. Jo, këtë nuk e vëmë të gjithë në dyshim. Në fakt të flasim